përmbajtje programore e përshtatur për personat me pengesa në zhvillim. Pas shumë aventurave që kemi bërë këto ditë të fundit, sot jemi në një vend specifik. Pra, në një vend ku duhet durim, forcë edhe punë pa ndërprerje. Sot pra jemi në klubin e ciklizmit. Vetë kuptimi i fjalës bicikletë rrjedh nga fjala frenge. Do me thonë e i përket gjuhës franceze, ku në gjuhën frenge thuhet bicikletë. Do me thonë, ajo është e marrur do të thotë në kuptimin botëror si një model, një shprehje, edhe në gjithë botën është përdorur si fjala bicikletë. Në gjuhën shqipe, bicikletës duhet i thuhet cikletë. Ciklisti është kalorës. Neve na konsiderojnë botë kalorës të ciklizmit. Është shumë gjë e madhe dhe shumë gjë e bukur. Është një fjalë shumë me kuptim gjatë. Neve s'pari marrim bicikletat, i masim me për masat e trupit të njeriut, të personit, pastaj e marrim bicikletën, i hapim tamam me përmasat të cilët e ka gjatësinë ciklisti, që mos vijnë deri te ndonjë defekt. Emision për fëmijë. Aventurat në përshtigjet e diturisë. E hënë, ora 17.